Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen. E di që ju kam munguar me recetat e mia, verën e kam për pushim sepse kam kaluar me vajzat dhe familjen time dhe ju gjithashtu. E di që keni kaluar pushime, kështu që e fillojmë këtë sezon të ri me turshi, reçelra dhe zajre dimri. Çfarë ju duhet më shkruani në koment. Gjithashtu nuk do harroj t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re. Gjithashtu nëse ndiqni këtë video deri në fund, si gjithmonë, do të gjeni 4 recetat më të pëlqyera nga ju. Shpejt e shpejt, fillojmë nga puna dhe përgatisim këto kastraveca turshi, të cilët në fakt nuk është se duan shumë punë, mjafton të keni larë kastravecat dhe do ziejmë ujin që na duhet. Kaq, kjo turshi përgatiten tepër shpejt, prandaj si fillim na duhet një ibrik, të cilin do e mbushim me ujë. Uji duhet i bler. Pse duhet uji i bler? Sepse uji i rubinetit ka klor dhe ai na i zbut turshit, dhe kështu që në fillim, sepse kemi shumë pak punë, do të vendosim ujin të zi dhe vazhdojmë përgatisim kastravecat. Tani hap pas hapi do ju tregoj jo vetëm si të përgatisni turshin, por edhe çfarë duhet keni parasysh. Që turshia të rrojë sa më gjatë, do përdorim 0 konservant, kështu i bëj zakonisht turshit. Kavanozët duhet të jenë të sterilizuar, do e bëjmë në 2 forma, të prerë dhe kështu siç janë kastravecat. Kastravecat më të vegjël, unë thjesht po i kaloj në për kavanoza. Mund të përdorni sasinë që doni të kastravecave, sepse nuk ka nevojë të masni dhe të peshoni. Kavanozat janë nga këto 1 litër, apo që mbajnë 1 kilogram sasi, dhe me këto do orientoheni pak a shumë. Ky kavanozi nuk do më. Vazhdojmë mbushim kavanozin tjetër, dhe gjëja e parë që duhet keni parasysh që turshit ju jetojnë sa më gjatë. E dyta, sepse para ishte kavanozat të sterilizuar, duhet që kapakët e kavanozëve të jenë të rinj. E mira është të papërdorur ose shumë pak të përdorur në blej të rinj çdo vit. Tani për këtë kavanozin këtu, kastravecat do i presim, por jo dhe aq të hollë, thjesht do i kalojmë në radhë pak a shumë, nga 1 cm secili, por siç ju thash, nuk ka nevojë që të masni. Kështu do vazhdojmë derisa të mbushim të gjithë kavanozët, dhe kujdesuni që kastravecat jenë nga këto që janë kastravecat të njohur dhe jo ato që janë të mëdhenj, të pjekur mirë, sepse ato gjithsesi do ju zbuten. Që turshia të qëndrojë kërce dhe fort, duhet që kur bëhet turshi, pra perimet që zgjidhni të jenë të forta. Shtojmë erëzat, mund të shtoni çdo lloj erëze që ju pëlqen, si edhe mund ta lini dhe pa erëza fare, pra të thjeshta. Do i shtojmë hudhra, nga 2-3 thelbinj hudhër për secilin kavanoz. Do të shtojmë gjithashtu për çdo kavanoz, pra kavanozët janë 1 kilogramësh, do të shtojmë nga 1 lugë gjelle me krip të trash, jo krip e hollë nëse doni t'i ruani për më gjatë, sepse kripa e hollë i zbut. Gjithsesi, nëse i doni për konsum të shpejt, mund t'i bëni dhe me kripën e zakonshme që përdorim për gjellë. Që t'i shtoj ca kokra koriander, e gjeni në çdo market të stenda e erëzave, sepse më pëlqen aroma që krijohet. Nëse e gjeni dhe pëlqeni, ok, nëse nuk e gjeni dhe nuk e pëlqeni, nuk prish punë, mund ta bëni edhe pa të. Tani do i shtoj edhe disa kokra piper të zi. Do të shtojmë nga 1 filxhan kafe me uthull molle. Kjo do bëj turshin më të shishëm dhe shton probiotikët. I mbushim kavanozët plot me ujin e vluar, dhe uji i vluar do të bëj sterilizimin përfundimtar të turshis, duke bërë dhe vakumosjen, pa pasur nevojë që ne të ziejmë kavanozët. Dhe shpejt e shpejt sa është i nxehtë, duke u kujdesur që mos të diqemi, kujdesemi ta mbyllim sa më mirë.
Do e kthejmë përmbys duke trazuar disa herë dhe do i lëmë kështu përmbys derisa naftohen ose 24 orë. Pra për kaq pak punë, trushit tona i kemi gati. Më thoni nëse ju pëlqeu kjo metodë dhe nëse do ta provoni për veten tuaj. Pas pak do ju tregoj se si do duken trushit kur ato janë bërë. Trushit janë gati dhe mund t'i provoni që pas 24 orësh, pra pas një dite, por tamam bëhen pas 3 deri 4 ditësh, ruhen shumë mirë në vende të freskëta dhe të errta dhe sapo ta hapni kavanozin, kujdesuni ta kaloni në frigorifer sepse në ambient, sidomos kur është ngrohtë, fillojnë të prishen. Ju bëf të mirë nëse i provoni dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re, postojnë disa receta të reja gjatë gjithë javës.